20.252 maturantë janë regjistruar në të gjithë universitetet e vendit, duke shënuar kështu mbylljen e raundit të dytë. Me mbylljen e këtij raundi, maturantët kanë në dispozicion datat 9 dhe 10 tetor për të kryer procesin e çregjistrimit. Krahasuar me një vit më parë, numri i maturantëve që kanë vijuar studimet e larta është rritur vetëm me 52 student më shumë. Degët tradicionale të preferuara vijojnë të mbeten të njëjtat: mjekësia, arkitektura dhe teknologjia e informacionit, ndërsa pas tyre renditen drejtësia dhe fushat e ekonomisë. Në krahun tjetër, degë si fizika, kimia apo gjuhët e huaja vazhdojnë të jenë më pak të kërkuarat, duke ruajtur të njëjtën panoramë me vitet e kaluara. Të dhënat e Instat tregojnë se arsimi i lartë në vend po përballet me një rënje të numrit të studentëve. Për vitin akademik 2024-2025, në auditore janë numëruar 122.613 student, nga 123.797 në vitin akademik 2020-2021. Numri më i ulët u evidentua në vitin 2023-2024 me vetëm 120.063 student. Raundi i tretë i regjistrimeve pritet të zhvillohet në data 13 deri në 24 tetor, ku maturantët do të kenë mundësinë të drejtohen drejt për drejt sekretarive përkatëse të universiteteve. Për maturantët e viteve të kaluara, formulari A1Z do të hapet për herë të fundit në datën 14 tetor.